ndryshime e shes çdo vetë që vjen në pushime. Po, e shes se i ka dhe fëmijë, i ka tash TikTokat, i kanë, ama do më thonë, po problemi është që këta unë mendoj se tash na ka ra kohëve të fundit me shku kogja si shumë, mendoj që janë shumë, ndoshta edhe më shumë patriotë edhe se na, se e marrin shumë nga zemre, do më thonë e marrin gjithë shkafen nga zemre. Edhe na për shembull kur flasim qyre ka t'i kalu një periudhë, tash jemi në periudhë tjetër. Po ju po qysh pe harroni historinë, na nuk e harrojmë historinë, po do më thonë po kem vazhdu do më thonë me jetën ma përpara. Do më thonë këta janë ma e përjetojnë pak ma ndryshe se edhe na, se na jemi këto, do më thonë na e kemi nga afër gjithë shkafen, ata nga largë do më thonë e shohin gjithë shkafen, e shohin përmes televizionit edhe ndryshe na shta munden me perceptu ata që ka na e perceptojmë direkt. Edhe ndoshta kjo të një eskalon pak në atë mënyrën, edhe mënyrën e festimit, edhe mënyrën... Ndoshta janë ma patriotë se na. Patriotizmi jo patriot, ndoshta u shpreh, po janë as dashnia s'mund të duken më e madhe. Kanë ndoshta pse janë pak më larg, e përjetojnë pak më ndryshe. Unë po flas për familjarët e mi. Për shembull, unë i them për shembull nesër kam shku në zgjedhje, edhe për shembull edhe loat punë, edhe për shembull thirr vllavi jam, a shkove në zgjedhje? A kish pas rend? Domethënë janë të interesuar për... Po, shumë interesuar, a kish pas njerëz, a kanë dalë me votu, se është e treta herë që po votohet. Domethënë e kish për shembull se kisha fare problem, është e treta herë ka se domethënë jemi kalitna, domethënë jemi më afër situatës, më afër ngjarjes. Ata janë pak më larg, i shohin sanet pak më ndrysh, nuk po di, ndoshta edhe me gjetë një shprehje se si munden me perceptu ata atë mënyrën e gjithë shkafit që ndodh të na në Kosovë. Domethënë është ndryshe. Për shembull na luftën, për shembull si luftë, na e kemi përjetuar secili mënyrën tonë, na që kemi qenë këto. Për shembull dhe ata e kanë përjetuar, po, domethënë e kanë përjetuar ndoshta prej larg. E kanë përjetuar prej larg, e kanë ditë çka na po heqim. Po problemi është që është tjetër, domethënë nuk di, në gjatë asaj kohë të luftës na kemi flejt, se u kon luftë, është dasht, ata kanë thirrë në telefon, a keni shpëtu, a jeni gjallë, domethënë e kanë pas ndryshe perceptimin, ndryshe e kanë, kur je larg është pak më ndryshe. Kanë dje dhe mshuri, por nuk e kanë përjetu. Po jo, ata normalisht.